Gazetarja Klodiana Lala deklaron se Lulzim Basha është paraqititur sot si person në dieni për dosjen e 21 janarit që po hetohet nga ana e SPAK-ut. Sipas saj, rifillimi i hetimeve nga prokuroria e posaçme është bërë pas të dhënave të reja të ardhura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që lidhen me disa materiale audio, por edhe mbi akt ekspertizën për predhen e nxjerrë në Turqi nga trupi Alex Nikës. Për shkak të rifillimit të hetimeve mbi bazën e të dhënave të ardhura nga SBA-t që kanë të bëjnë me disa materiale audio të depozituara më pas nga gazetari Artan Hoxha dhe xhaxhai viktimës Alex Nika, SPAK ka regjistruar procedimin penal dhe është duke hetuar mbi rolin e zyrtarëve të lartë në demonstratën e dhunshme të asaj kohe, thot Lala. Gjatë orëve të pasdites së sotme, i shkreu demokrat Lulzim Basha, pas një kohe të gjatë jashtë kamerave e publikut, u rishfaq në ambientet e prokurorisë së posaçme. Ai është thirrur nga prokurori Alfred Shehu si person në dieni për dosjen 21 janari. A do të flas Basha? Padyshim që ky i fundit e di se çfarë ka ndodhur, por është shmangur sepse edhe vet mund të ketë gisht. Po ashtu sot krah Bashës është edhe një emër tjetër që nëse flet mund të trondisë kryeministrin. Bëhet fjalë për Endri Hasën, i cili sot është krah Bashës, por dikur ka qenë shefi i IT-s në kryeministri dhe është akuzuar si person që fshiu serverët dhe kamerat e sigurisë në atë kohë.